Përshëndetje, unë quhem Ilda Dika, me profesion jam psikologe. Më përpara nuk kam pas dëgjuar për shoqatën Nexhat, deri në ditën që isha e ftuar në ambientet e shoqatës. Aty mësova pak a shumë për jetën e iranianëve që ishin në ambientet e shoqatës. Ishte një dhimbje e madhe të dëgjosh historitë e tyre, vitet që kanë pa komunikuar me familjarët e tyre, mbi të gjitha me nënat e tyre. Si një nën, që unë jam vetë nën, jam vetë prind, u preka, sepse realisht nuk e imagjinoj dot që të rri 5 minuta larg Timbiri e jo më një jetë tërë, siç kanë ato nëna dhe siç janë ato nënash larg tyre. Realisht jam shumë e prekur, shpresoj që t'i bëjmë thirrje të gjithë shqiptarët që të mos mbyllin syt dhe t'i ndihmojmë me sa të mundemi. Dhe uroj me shpirt që të gjithë këto djem iranian që janë në Shqipëri t'i bashkohen sa më shpejt nënave të tyre, familjeve të tyre. Ju uroj me shpirt të gjitha atyre nënave në Iran që të bashkohen me bijtë e tyre sa më shpejt.